Njeriu duhet të jetë, do thotë mundohet ta zbatoj dhe ta praktikoj sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në secilën imtësi. Dhe nëse këto sunete njeriu i praktikos, domethënë, sepse nuk e do sunetin, edhe nuk do, domethënë, të angazhohet me sunet, atëherë ka mundësi të hyjë te fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, men raghiba an sunnati falaysa minni. Domethënë, kush nuk e do sunetin tim, ai nuk është i imi, ose kush i largohet sunetit tim, nuk është i imi, nuk është prej umetit tim. Do thotë, prandaj njeriu nuk lejohet që ti braktisë këtë sunete, dhe kur i mësojmë sunetet, pra shumë njerëz nga dobësia e fetarisë edhe nga devijimi, thotë kur e mëson një çështje se është sunet, sikur ta ketë mësuar se nuk duhet ta bëj, edhe më një herë braktisë. Do thotë, ky është rrezik. Ky është rrezik për fenë e njeriut, edhe ka mundësi, domethënë, të hyjë në këtë hadith.